Ma pak, shumë e vërtet. Kom posë ma shumë, unë i kom posë ma pak, ti kom posë në 3 milion komi, kom ma shumë sa ja. Rita, se vërtet është kjo. Ma dhe nëse nuk ishtë dërheq, Rita prap nuk ishtë fitu. Prap nuk ishtë fitu, edhe u konë shumë loja mirë, se diqysh ju konë në bashkë rival, se kur ta kish një armek të fort, apo kupton, ju armek kështu se kom respekt shumë për atë qi. Po diqysh në loj nuk e një kërkan. Ju jeni shumë mëti në TikTok. Unë për veti prej që kam TikTok, ju kom pas që keni postu. Po në shatë diko që bësha për e lë parë. Ka zëna pak ma shumë për vetin ju. Që shini dashru, që shini taku, që ka bëni që sa jeni bashk. Unë ja, që 10 vjetë jena bashk. Sa veti keni që tash? 25 i kam, unë nuse i ka 24 i bërë. Pra pej kër një kohë fëmi, 14-15 vjetë që jeni bashk. 15 vjetë i kom postu në 13 vjetë nuse kër jena bo bashk. Jena kam fëmi, jena rrit bashk. Për grindje mës na vetë se jena bo copa të rreje. Që një vo bashk? Po, unë në aplikacionin TikTok, kjo më ka shkrua, kom qitë një fash në Instagram, kjo më ka shkrua. O, se nuk ndodhë zakonisht kështu. Tani edhe o to që po mik vokë, ti thash, hajtë pe marë. Për 15 vjetë? 17 vjetë i kom posën, 15 vjetë nuse kur i na fejue. I një feju? Po, pi qatëheret i na bashkë, normal me legjë nuk është e lejushme, po me pëlqimin e prindve nuk kena posas problemin policia s'kur gjë. Po në fillimet jë ngonë shtira. Laurita, qëka i ke shkrujt për herë të parë? E më banë mend? Po, e pa qitë një historia dhe u konë dishka në pytje kondër femra, dishka qështu, edhe ja ku mbo ha nomin e bone. Edhe për që të 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 Pse ti kondër femra? Qëka ishë ti kondër femra? Edhe kur dollëm, pa të mdollë mas 4-5 ditëve, se sot e moj men. Ta ndroj mendimin për vajzat? Po valloj, mdo këtë më kish pas bëha si farë se hira, nuk e di. Me nërhe më ndryshoj menimin, po pi qatëherit, besoj që pi qatëherit e kom po e qka është me dosh dikon, edhe pse nësë mund mëna më të folë, sa të heri në konë fëmibe, në konë shumë të ri. Edhe i kuptoj edhe familjar që ju në konë kondër. Normal, 15 vjetë vetë ka me fëmi, e kam vajzën 6 vjetë mi ba me 2 gusht edhe djallin 2 muje kam për lagaret edhe mu më nashta më kishar keq. Po, normalisht. Po, në takimin e parë që shë kujton, Bjan? Takimin e parë, vallohi, unë e kujtoj gjithmonë, nuk onën të sala sportit në Gilan, këna dojnë më shef, normal, pi qatëherë si e kom po për me, qatëherë kom rënë dashni. Qatëherë e di shka është me dashtën. Se po të vjen keq, Laurita? Më jam morë. Jo, lajtë e shpija mitë të folën. Jo, dhe këtu së është që s'po fletë, Laurita, vëse sigurisht vëmendje kemi kushtu paka shumë sfidës që ju keni qenaj, që keni realizu këtë video. Fatë që familjarët nuk kanë qenë pronë në fillim, sepse keni qenë shumë të rinë, apo jo? Qysh janë pajtu edhe ata, qysh kanë vendosë me ju në bështet, me ju qëndru afer? Valoje, falja në stemë, në jam u konë dajmë kratë meja, dajmë më ka përkro për gjdo sanë. Edhe ka po abdin me kalimin e kosh që s'po ik me dorë për njëni tjetërit edhe jënë dikur se kam posë qore pa u pajtu. A u feju të fillimisht, a që ka poshtë? 17 vjetë i kom posë në 15 vjetë, njëherë kena vazhdu lidhjen, 1-2 vjetë, edhe tani kur jëm feju. Fejesën e kena bo një fejes në ngushë, nuk jëm konë rane, nuk jëm posë rane, pi 15 vjetë ja kom njësë me fillu me punu, kom punu, pi 15 vjetë dhe i ta ashtë punoj. Fillimi u konë i shtirë. Pse e përmendë edhe ma herë që ka qenë fillimi i vështirë, të regonat qka ka bo dhe ma të vështirë për fillim? Ju konë kondër... Fillime zakonisht do të me qenë normal, që po, kondër familja jam, kondër o konë familja e nusës normal baba, shumë të ribre, shumë jena konë. A e kupton tash prej kësaj pike, prej kësaj moshe familjarët edhe Lauritës edhe tutë pse kanë qenë kondër? Po, normal që po, se zdo prind ka qef fëmija vetë mu shkollu, mi pasën, mi basanet e veta, me kriju jetë, për shamull na jena martu herët. Na për shamull nuk dimi shka me dalë mu knasër, nështë ta po kuptën qysh. Neve na kanë ra gajlet, neve na ka pjek jeta ma herët. I na bo prind ma herët, na ka pjek jeta ma herët. 19 vjetë i kom pasën 17 vjetë Laurita kër na bo prind. A më nuk keni pishman?
Jo, Gjetë që sa jo, nuk kena pishmon, po ky rast, po folë me realitetin, për 15-13 një qef, më ndodhë një herë 100 raste, më kom veç një që më me ndodhë më realizu. Se ka qifte me mosht pjekur, për një lavgoje mu i më do. Që të dasha më nalë, qka është qelë si ju, qysh më në që këni dalë për 10 vjetë, mosht ka shtë hershme me mbjetu me qenë bashkë, të ashunume dhe të lumëtën? Na, që që këna dalën, gjithmonë kur kena pos probleme, kena kry vetëm na dy, nuk kena shti personin e tretë. Gjithmonë, si të shtijet personin e tretë në një lidhje, gjithmonë